Procesi hetimor I njohur si dosja Partizani është cilësuar nga një marbër maltezi si I manipuluar dhe I ndërtuar mbi shkelje të rënda procedurale. Në një talje publike për mediat, ai akuzoi prokurorinë e posaçme se ka cënuar rregullat e hetimit përmes komunikimeve të palishme mes prokurorëve dhe gjyqtarëve së çështjes, duke ndikuar paraprakisht vendimarrjen gjyqësore. Ai përmendi si provë një urdhër të dhënë nga prokurori Arben Kraja disa ditë përpara vendimit të gjykatës, duke pretenduar se prokuroria kishte dieni paraprake për rezultatin. Pra që me datë 20/10/2023 Arben Kraja dhe Mehmet Rumullaku e dinin që me datë 21 të nesërmen e keni të nënvizuar në qendër tani të kësaj që është të nesërmen. Irena Gjoka do nxirrte vendimin siç e kishte kërkuar prokuroria. Pra, kemi qartazi një komunikim mes prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prokurorët e dinin që I ditë para që gjyqtarja do e nxirrte të nesërmen atë, prandaj dhe e kanë plotësuar të gatshëm. Një tjetër pikë që ai kundërshtoi lidhet me interpretimin e vendimeve të qeverisë për privatizimin e një pjese të ish kompleksit Partizani. Sipas tij, prokuroria dhe gjykata kanë paraqitur argumente të pasakta mbi përdorimin e letrave me vlerë nga pronarët duke deformuar përmbajtjen e akteve ligjore. Pra të dyja ato, dhe gjyqtarja dhe prokuroria, jo vetëm që kanë komunikuar, por kanë mbërritur në një gënjeshtër. Pse është gënjeshtër? Sepse VKM-ja për letrat me vlerë e 2008-s paraqitet në foton lart, në të cilin ka dy paragraf. Paragrafi parë bën fjalë për ato që e fitojnë përmes procesit ankandit, blerje përmes ankandit. Paragrafi dytë bën fjalë për pronarët e tokës, që mund të përdorin letrat me vlerë. 7 muaj më pas, nuk është shkarkuar I gjithë neni që kishte bënte me bonot e privatizimit. Është hequr vetëm e drejta për ato që e blinin me ankand, jo për pronarët e tokës. Urdhëku I kemi mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e VKM-s. Maltezi mohoi gjithashtu se ka përfituar nga vendimet posaçme të qeverisë asaj kohe, duke theksuar se nuk ekziston asnjë akt normativ në favor të tij. Ai shtoi se SPAK nuk ka dërguar në gjykatën kushtetuese asnjë ligj që pretendon se është personalizuar, ndërsa sipas tij raste të tjera të ngjashme nuk janë hetuar. Po e bukura cila është? E bukura është që ka Edi Rama plot VKM nominative, duke përfshi 4 VKM nominative për Carlo Bolinon, bën në një periudhë 9 mujore kohe. A ka ndjekje procedim penal për Edi Rama për VKM nominative? Zero, nuk ja u mban prokurorëve politik, janë të nënshtruar nga Edi Ramës. Së dyti, ka 2 VKM nominative nga Edi Rama për vllajën e tij, kompaninë e vllajt tij. Njëherë për t'i dhënë 37.000 e kusur metra katror, njëherë tjetër për 12.690 metra katror të tjera. Pra 50.000 metra katror Edi Rama e jep kompanisë së vllajt të tij me 2 VKM nominative, 2 reparte ushtarake që janë në planin e përhapjes. Prokurori politik nuk ndihen. Ai bëri të ditur se çështja ku është I përfshirë së bashku me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha është depozituar për shqyrtim në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg, duke pretenduar shkelje të shumta procedurale. Maltezi e cilësoi procesin si politik dhe kërkoi transparencë të plotë për mënyrën se si po zhvillohen hetimet.